në shëndetësi, ku do të qoftë shërbime publike, te krijon përshtypjen edhe krijon argumentin se pse duhet më votu në zgjedhjet e ardhshme lëvizjave të vendosur në këtë rast. Për shembull, ne me 2-3 ansamblista, po i tham për hir të opinionit me ditë pse ka dëmtu, ne në Malishev me 2 ansamblisë ose 3 që kemi pas lëvizjave të vendosje, ja kemi kurzu votimin e buxhetit komunës me projekte. I kemi thonë kryetarit komunës 2013, ne ta votojmë buxhetin, hajde komuna le të bëhet shembull i asaj që me hekë shpenzimet e ceremonisë mortore të varrimit për familjar. Edhe ka qenë komuna Malishevës në atë kohë e para që ka bërë. Në vitin 2017, po ashtu e kemi kurzu edhe me një projekt për shtëpinë edhe muzeun UÇK-s të Malishevë. Po këto qytetari nuk di me i lexu mirë. Unë nuk mendoj që lavdia UÇK-s jo me u kap me fjalën tonë është e skaduar. Unë për çka njihem profesor, njihem se çdo herë kam thënë zëshëm edhe sot mendoj që ne si pjesë të luftrave nuk kemi bë asgjë më shumë se sa kemi pas obligim edhe detyrim. Edhe kam qenë edhe kundër pagesave, edhe pse në pjesën e shokëve të mi të luftës e cilën janë varë prej asaj pagese, nuk jam mirë kuptu. Pra, a di çka i bjen kjo, kom luftu është sikur me thonë, po nësët po kujdesem për fëmijët e mi. Po edhe ky standard të kjo shoqënia ka kushtu. Personalisht ka kushtu mu. Unë me qenë që është të personalja, unë jam shkollu të shit pasionien teme për me dëshmus që pas ka djemë Kosova që i bojnë do luftra, edhe integrojnë edhe kthehen edhe arritin aty ku mund me kanë shembull i mirë në secilin pozicion ku ti mundesh me ndihmu vendin tanë. Edhe kena ka kushtu. Pikrisht mu kjo më ka kushtu në lëvizjen vetëvendosje. Pse nuk është kështu? Prezentimi i Shqipës së Limit bëhet bashkëluftëtarë sa me bëhet të qenë pjesë UÇK-s. A ke po lëvizja vetëvendosje del thot i kena 17 ish ushtarë të UÇK-s në listën fituese të lëvizjes. Vetëm se e kanë akuzuar shumë që lëvizja vetëvendosje ka një agjenda ndaj UÇK, mos edhe kjo është një farë lloj presioni. Jo lëvizja vetëvendosje, mendoj që lëvizja vetëvendosje e lejon votuesin e madh që e ka të sajna me përballë tash let UÇK-n. Pra nuk është kjo edhe rasti. Unë rrugtoj edhe nuk e tham asgjë këtu për ego, për inat ose për ambivalencë. Po është rezultati i sajna. Me to lëvizja vetëvendosje e lejon. Ky popull jemi. Unë sot e thash me një debat fuqishëm besoj kështu, kur është dashur me mbështet lavdi jetës e veprës ti Ibrahim Rugova, nuk është mbështet. Kur nuk është dashur më mbështet, është mbështet. Kur është dashur më mbështet, nuk është mbështet. Kështu ka ndodhur edhe te figura e Hashim Thaqit. Kështu ka ndodhur te figura Albin Kurtit. Ne jena që kjo gjenerat e qytetarëve. Pse që kjo gjenerat nuk e mbështeti lëvizjen vetëvendosje në vitin 2010, që sot me pas ndoshta shumicë nuk kish kalu as privatizimi dëmshëm, as nuk kish kriju lista serbe, as nuk kish kalu Zajednica, që ky popull është. Edhe nuk erdhi fitoria e lëvizjes vetëvendosje në 2021 me procentin real, për shkak të sakrificës sajna për me ndal këtu. Fitoria e lëvizjes vetëvendosje erdhi në një fazë kur qeveria Kurti në atë kohë 2019-2021 u rrezu për shkak të pandemisë, edhe qytetarët ishin Shtu, fitoria e thellë, thoni ju, këtë kapitalizoj lëvizjen. Sot, nuk jam për me hedh gur, unë kam rrugtu edhe vjen, unë nga ditë kër e kam thosë zëshëm, kër jam në gjitë lartë shkallëve të alancës, jam një shumë i thynë për arsye se